Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kam nderin dhe kënaqësinë time që në studion tonë të shfaqim figura të njohur, njerëz që punojnë atë shumë, njerëz që edhe ta mbrojnë edhe shëndetin. Do të kemi profesor Dr. Anila Kalleshi, është dietologe, klinikën eksperte e nutricionit dhe presidente Albanian Lifestyle Medicine Association, quotet ALMA, me mbi 28 vite eksperiencë. Ajo është një nga figurat më të njohura shqiptare në promovimin e shëndetit dhe stilin e shëndetit të jetës. Me të vërtet do të kam kënaqësinë sot, wow, sa bukur dukeni me atë ambientin e bukur që keni, me këto mirënjohjet e bukura për shkëlqeni, edhe do të jetë një ndere ime madhe që dëgjuesit tanë që do të ndëgjojmë, sot me të vërtet do të jetë kënaqësi se do t'ju këshillojmë për si të duken edhe si të duken e bukur, të bukur siç duket edhe Anila. Anila, përshëndetje dhe mirë se ke ardhur. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Është një kënaqësi shumë e madhe që sot të jem pjesë e një prej televizioneve më të njohura në Amerikë. Edhe natyrisht ftesa juaj ishte një pojë menjëhershme. Shumë të them të drejtën, jam shumë e lidhur një pjesë e mirë e çmimeve që unë kam marrë në New York, në Washington, në Las Vegas, në Boston. Janë të gjitha këto vende të cilat unë kam qenë pjesëmarrëse në evente të ndryshme, ku jam certifikuar, jam nderuar me çmime ndërkombëtare dhe kam qenë thjesht një hirushe në mes të New Yorkut. Nila, sot unë kam vendosur të dal në rrugtimin tënd, qysh nga fëmijëria, nga erdh kjo pasion, kjo dashuri që ta mbrojsh veten dhe ti mbrojsh njerëzit. Dhe ti jesh një mjek e shquar. Si nisi kjo punë, ky rrugtim? Unë kam pasur një fëmijëri shumë të bukur. Jam rritur në dyert e Teatrit Migjeni. Teatri Migjeni, Shkodra është VIP i kulturës, jam shkodrane, jo 100%, pasi gjyshërit e mi në fakt e kanë origjinën nga Bosnia-Hercegovina. Gjysha ime ka ardhur shumë herë në Shqipëri në kohën e luftës. Aty është njohur me gjyshin tim, edhe ai i ardhur nga Bosnia-Hercegovina. Janë martuar së bashku, kanë lindur 4 djemë që janë xhaxhallarët e mi bashkë me babain tim. Dhe kështu kemi ngelur në Shkodër deri në moshën 18 vjeçare. Unë jam rritur në qytetin e Shkodrës. Kam qenë me shumë fat në fakt. Prindrit e mi janë 2 figura shumë të njohura shqiptare. Babai im është nder i kombit, Faruk Kalleshi. Ka qenë rekordmend elitar. Na kanë nderuar gjithmonë Shqipërinë në evente shumë të famshme botërore. Po kështu mamaja ime ka qenë profesioniste në estradën e Shkodrës. Pra kam pasur fatin që të rritem me njerëz shumë të nderuar, të respektuar, të lexuar, të kënduar, shumë të famshëm. Edhe një piknisje për kërkimin e famës le themi, ose për të qenë dikush në jetë, ka qenë prindrit e mi, të cilët kanë qenë gjithmonë inspirim. Por gjithmonë kanë qenë dyshues nëse ne si fëmijë, unë dhe vllai im, sepse kam dhe një vëlla 4 vite më të vogël, do të ishim vërtet në gjurmët e tyre. Për mua ka qenë fillime shumë të vështira, kur fillova pastaj të bëhesha ajo Anila që jam sot, sepse babai gjithmonë ishte me atë idenë që ti je vajza ime dhe sa do të isha zoja që të mbaja me shumë dinitet mbi emrin e tij. Sot ai është shumë i lumtur që Anila Kalleshi, që mbaj mbi emrin e babait të tij, është njohur botërisht, është certifikuar jo vetëm në Amerikë, siç ju përmenda më përpara, por edhe në të gjithë Europën, duke filluar në Vjenë, në Austri, në Francë, në Belgjik, në Gjermani, në Itali dhe në vende shumë të tjera që janë aq shumë çmime sa të them të drejtën edhe nuk i mbaj mend të gjitha, por nëse do t'i ndaja dhe t'i veçoja këto çmime, do thoja që çdo çmim ka lënë një gjumë shumë të fuqishme në jetën time. Dhe të them të drejtën, kjo është edhe më shumë fani. Në 21 shtator para 5 vitesh, kur ra tërmeti shumë i fuqishëm në Tiranë, 2 gjëra më erdhën në mend.
shumë shpejt. Më erdhi djali që sapo kishte zbritur shkallën dhe isha shumë e prekupuar dhe e shqetësuar se ku e kisha djalin ato momente dhe pasi u sigurova që familjarët e mi dhe djali im ishin shumë mirë, gjëja e dytë që më erdhi në mendje ishin trofet, sepse vërtet pas këtyre, le të themi, gjërave metalike, ndoshta dikush mund t'i marrë si relika apo si diçka, por të them të drejtën, është një punë e jashtëzakonshme. Orë të tëra investim në këtë punë për të qenë kjo Anila që jam. Ju e cekët dhe më përpara se si më erdhi kjo ideja për të bërë kjo Anila që jam sot. Duke pasur këtë background, pra duke qenë fëmija i dy prindërve shumë të famshëm dhe shumë të njohur, natyrisht ishte një përgjegjësi shumë e madhe për të ruajtur dhe për të zhvilluar më tej mbi emrin tim. Në 98 kam mbaruar fakultetin ekonomik, finans, Dega Finans në 90-94 në Tiranë. Natyrisht ishte një periudhë tranzicioni për gjithë Shqipërinë, ku Shqipëria digjeshe, sa herë njerëzit donin që të bënin rëmuja, protesta, zhurmë të madhe, ndryshimi i dy sistemeve, sistemit komunist dhe sistemit demokratik, të gjitha këto lanë gjumë shumë të thella dhe të gjitha ndërmarrjet shtetërore ku unë mund të ushtroja profesionin tim si ekonomiste, si financiere, pothuajse ishte në shkatrim total. Kishte filluar diçka të ndryshonte, kapitalizmi kishte filluar të shfaqte gjumë të para, por natyrisht unë nuk e gjeja veten, sepse ishte shumë e vështirë për të pasur një paraqitje dinjitoze. Ishte një fakultet që unë e pëlqeja dhe e doja shumë. Jam një natyrë që ri me orë të tëra, e mbytur në një dhomë, në një ambient dhe nuk e kam problem, kështu që isha e dedikuar si profesion le të themi, por që ishte shumë vështirë të gjej një vend pune në atë kohë. Ndaj me nismën e prindërve të fëmij, u rikthyem nga Shkodra përsëri në Tiranë dhe kisha një ambient të vogël 80 metra katror. Po mendoja, me që mamaja ime kishte qenë akrobate cirku dhe gjithmonë tek ne diskutohej shumë dieta, forma trupore, babai shumë shpesh duhet të garonte dhe duhet ishte në formë perfekte, duhet humbiste brenda një kohë të shkurtër shumë pesh, pastaj për të gjatë stërvitjes duhet të kishte një peshë pak më të madhe. Të gjitha këto luhati të peshës ose të trupit perfekt ose të perfeksionizmit e ndikuar nga familja ime, më shtyn të mendoja drejt një hapjes së një aktiviteti ku do merresha me humbjen e peshës. Por në vetvete isha ekonomiste dhe më duheshe që të merrej një hap urgjent për të ndryshuar ndoshta profesionin dhe për të rigjetur veten, me që kisha ambienti nuk mjaftonte për të më dhënë mua certifikimin e dur ose për të më formozuar në shkollimin tim. Atëherë vendosa të mbaroja fizioterapi, natyrisht bashkë me fizioterapi, vendosa që t'i përkushtohesha shumë dietologjisë. E kam mbaruar disa certifikime. Kam mbaruar certifikime pafund. Mund të them duke filluar që në Universitetin Universitano në Rom, duke vazhduar me Tor Vergata në Rom, duke vazhduar përsëri me certifikime në Bari për lifestyle medicine coach, dhe paharuar pastaj certifikimet e mia në Harvard Medical School për lifestyle medicine, e cila ishte një prezantim, le të themi, para disa vitesh, shumë i dashur për mua. Unë kisha ndruar të isha në afër ose të kisha mentorët e mi, Michael Gregory, doktorin Michael Gregory, i cili është shumë i famshëm, është presidenti i një portali shumë të famshëm lidhur me ushqyerjen korekte, gjithashtu doktori personal i ish presidentit amerikan Bill Clinton, Dean Ornish, që unë ka pasur fatin të ulem në tavolina të tëra dhe të diskutoj me ta. Kam pasur fatin të dëgjoj kardiologët më të mirë, le të themi, të botëror, legjendat e ushqyerjes korekte, po dhe të stilit e jetesës, dhe jam me fat që Shqipëria është një ndër vendet e pakta, jo të shumta, që njihet globalisht si aleanca botërore e lifestyle medicine. Jam profesor nderi i Unionit Akademik të Oxfordit, por gjithashtu kam pasur fatin dhe kam pasur dhe një kërkesë për të pasur një sedja, një zyrë, le të themi, ose një auditor me emrin Anila Kalleshi.
Wow, me të vërtet është kënaqësi të ndëgjosh rrugtim të suksesit dhe me të vërtet po ndihem aq i lumtur që një zonë e re të arrit aq shumë suksesin e kemi parë dhe në Instagramin e ju e keni ndjeksa aq shumë që jeni një këshilltare për shëndetin dhe jepni shumë kurajë njerëzve që ta ruajnë shëndetin dhe të jenë shumë më të shëndetshëm. Rrugtimi juaj i suksesit si shkaq, si erdhi deri te këto gjërat e mrekullueshme që i keni bërë sot? I thashë më parë, duke qenë fëmia i dy prindërve me shumë emër, me shumë famë, me shumë përgjegjësi, për mua ishte diçka jo e pranueshme të quhesha e bija e filanit. Në këtë mënyrë do të dukesha sikur unë po ec në emrin e babait tim, po përfitoj, po kërkoj të marr përfitime. Dhe babai në fakt ka qenë një shtyt shumë e fuqishme për mua. Shumë shpesh më thoshte që okay, ke libra, vazhdo, shkollo, bëj çfarë të duash, unë nuk merrem me ju. Unë ja kam dalë vetë në jetë dhe ju duhet të dilni vetë në jetë. Ndoshta kjo mos qasje e tia për të na ndihmuar ose për të na i bërë gjërat e lehta në jetë, patjetër që ishte një ndër shtyllat më të fuqishme të karrierës time. Pra vendosa të ecja pa emrin e babait, natyrisht mbi emri më ka shoqëruar gjithë jetën, por të themi të drejtën tu në Shqipëri nuk është se kam pasur shumë mbështetje. Të paktën nuk më është dashur ndoshta, sepse e kam filluar çdo gjë nga zeroja, duke punuar dhe u përkushtuar me orë të tëra, sepse paralelisht vinin dy gjëra. Vinte dhe biznesi që unë kisha krijuar, i cili ishte patjetër që ishte suporti im kryesor, le të themi, sepse pa këtë biznes ndoshta nuk do arria të ndiqja çdo konferencë botërore që është bërë, çdo kongres botëror që është bërë, dhe kjo nuk ka qenë e parë, por paralelisht me këtë unë vazhdoja shkollimet duke marrë certifikime, duke qenë prezent, jo duke bërë certifikime online, por duke qenë prezent në auditoret me presidentët dhe me njerëzit, me profesorët e temi më të famshëm botëror. Kjo ka qenë një gjë që shumë shpesh e kam dëgjuar që bëhen, ja ç'të duan, më mjaftojnë të që ke, por unë besoj që ne asnjëherë nuk duhet të mjaftohemi me diçka të vogël. Ne duhet të vazhdojmë, sepse ju e shikoni, bota po ecën në hapa shumë gjigant. Ne tashmë duhet të bëhemi menaxher të vetes, ne tashmë duhet të dimë shumë mirë që të përdorim programe të ndryshme për të dalë sa më bukur. Jetojmë në një botë klikimesh, në një botë që irrealja është më prezent se realja, le të themi. Unë jam personi i cili marr miliona klikime, sepse në këshillat që unë jap, unë mundon që të jem shumë strikte, shumë e drejtë, shumë e saktë, pa bërë show klikimesh ose pa bërë ndoshta tituj bombastik, të cilët ndoshta në vend që ti ndihmonin njerëzit, mund t'i dëmtonin ata njerëz. Kështu që jam përpjekur të jem shumë korrekte brenda schabloneve, brenda gjërave eksakte, të bazuara në shkencë, dhe natyrisht kjo më ka bërë ndoshta që të jem më kërkuese për veten, për të arritur atë like e klikime në mënyrë shumë të drejtë, shumë korrekte dhe shumë të saktë. Para se dalim të diskutojmë për shëndetin, e kam edhe një pyetje, cila është sikreti i suksesit të juaj deri tani? Sekreti i suksesit tim është një punë e përkushtuar, një vullnet i jashtëzakonshëm, se jo edhe egoja më ka bërë që të jem gjithmonë në kërkim të më të mirës, në mënyrë që unë të paktën e them me bindje të plot, nuk e njoh konkurrencën. Në mënyrën profesionale them, sepse përpiqem të jem gjithmonë e updateuar me gjërat më të fundit të shkencës. Natyrisht jam përpjekur, nuk kam orar pushimi. Unë them që jam shumë e përkushtuar edhe në ditët e pushimeve, edhe kur jam në plazh, edhe kur jam në një qytet tjetër. Unë jam gjithë kohën duke bërë postime, duke ndjekur të rejat e fundit, duke
duke kërkuar CEO të jem në kompeticione të ndryshme edhe CEO të dalë. Të gjitha këto më kanë bërë që të jem shumë afër suksesit edhe mos të heq dorë nga ajo që quhet sukses. Keni marrë mirënjohje, keni qenë në shumë emisione që keni këshilluar për shëndetin, po i shohmi edhe disa mirënjohje pranë teje. Ku i keni marrë këto dekorata? Atëherë, në krahun tim këtu, ju shikoni dy çmime shumë prestigjioze për mua që janë marrë në Vjenë, në Austri. Njëri është Queen Elizabeth, dhe tjetri është çmimi Sokrates, që shumë pak në Europë e kanë këtë çmim. Kjo këtu është marrë në Manhattan, në Marriott Marquez, në një event të jashtëzakonshëm le themi në mos gaboj ndoshta me datë do të jetë në 2010 në maj, në 31 maj 2010, a 30 maj ndoshta, ku janë vlerësuar si një ndër bizneset më të mira të Temit. Në fakt, për të marrë këtë çmime, më dashur të dërgoj shumë materiale për të certifikuar dhe për të marrë këtë çmim. Duke dhënë që në të gjithë shkollimin që unë kam, duke vazhduar me mënyrat dhe trajtimet që unë bëj, dëshmi klientesh, certifikimet e aparaturave që unë përdor, të gjitha certifikimet në shkollë që kam bërë, të gjitha këto kanë qenë pjesë e kompeticionit, duke arritur pastaj për të nderuar në fakt me biznese si motra të mia, shumë të famshëm botërore. Kjo këtu është marrë në Paris në 2009, në ditën e ditëlindjes së djalit tim Franklit. Kjo tjetra është një çmim Best Enterprise i marrë në Austri, duke vazhduar me një çmim tjetër të marrë në Frankfurt si International Award for Excellence and Business Prestige, duke vazhduar me çmime të tjera në Frankfurt, në Zvicër. Ka marrë këtu, siç e shikoni, është Komiteti Sokrates më ka dhënë titullin Name in Science. Këtu është një certifikat Queen Victoria, i marrë në Oxford në 2022. Certifikime në Harvard Medical School. Gjithashtu jam pjesë e Aleancës Botërore të Paqes, Akademia e Universal Global Peace në Amerikë më ka nderuar me një tjetër çmim. Me të vërtetë mësis po pres të dalmi tashtin për shëndetin, atëherë do të flasim pak edhe do të marrim disa këshilla të bukura që ju i sugjeroni, edhe besoj që duhet shikuesit tanë edhe ti përmbajnë këto bisedave që ju do t'i thoni. Sa e rëndësishme është dieta? Kur pritet me termin dietë, çdo kush fillon edhe bëhet nervoz dhe themi, sepse ka idenë që do jetë në një regjim strikt brenda një kohe shumë të shkurtër. Unë do thoja duhet ta ndryshojmë atë termin dietë sepse është keq kuptuar shumë, por çdo kush është unik. Dhe natyrisht nevojat energjike, për energji, për proteina, për karbohidrate, për yndyrna, për vitamina, për minerale, patologjit, të gjithë janë të ndryshëm. Ndaj konsulta ose njohja e një pasaporte shëndetësore le të themi, duke njohur patologjitë që ne kemi, por natyrisht edhe nevojat energjike në sajt aktivitetit fizik, menaxhimit të moshës, të hormoneve, patjetër që do të ishte një zgjidhje shumë e mirë për secilin. Ne kuptoj kemi kaluar unë të paktën, kam kaluar në disa faza të moshës, duke filluar nga fëmijëria, në adoleshencë, duke vazhduar me lindje, shtatzani, më pas periudhën e menopauzës, por e kam kaluar pothuajse të gjitha etapat e një femre le të themi. Edhe natyrisht organizmi është i ndryshëm në periudha të caktuara kohore. Fatmirësisht deri në sot nuk kam konsumuar asnjë paracetamol, le të themi, nuk kam përdorur në fakt suplemente dhe vitamina ekstra për shtesë, duke i presupozuar si gjëra sintetike ose të prodhuara në mënyrë artificiale, kam preferuar që të ushqem shëndetshëm, të shmang çdo zakon, çdo ves i cili mund të jetë i dëmshëm për organizmin tim, dhe
t'i jap organizmit kohën e duhur për të reaguar ashtu siç duhet në etapa të ndryshme kohore. Këtë gjë preferoj edhe për pacientët e mi. Natyrisht kur vijnë ka vajza të vogla të cilat luftojnë shumë me mipeshën dhe janë të terrorizuara, janë të shqetësuara, fillojnë qajnë, rriten në nivelin e stresit, të kortizolit në organizëm, duke i shkaktuar ankth, panik, stres, madje kam parë vajza të cilat kishin tentuar ndoshta edhe të humbisin jetën e tyre, sepse e shikonin si fundi çdo gjëje, mbi peshën, obezitetin, strijet e para që dalin sapo kalojnë një fazë të caktuar kohore dhe trupi humbet elasticitetin për shkak të mbipeshës që kanë. Të gjitha këto kalojnë në çrregullime humori, duke kaluar në depresion, duke parë si pas zgjidhje ndoshta gjithçka. Jam përpjekur brenda një kohe në konsultat që më kanë bërë me këta persona, jo t'i këshilloj një dietë ku do shmangte në mënyrë kategorike shumë gjëra, por të bëja fillimisht psikologen me këta persona, për t'i bindur që ajo çfarë ka kaluar, nuk rikthehet dot më, por të fillojmë në mënyrë të shëndetshme, me hapa të vegjël, duke vazhduar në gjëra më të mëdha për të përmirësuar atë çfarë është më rëndësishme shëndeti. Unë preferoj shumë që të parandaloj dhe pastaj të vazhdoj në kurimin e çdo gjëja. Atëherë, cili është ai gabimi më i madh në ushqim ne që e bëjmë? E thash dhe më përpara, çdo kush është individual dhe natyrisht nuk mund të jepen rregulla shabllone për një person apo për një person tjetër. Duke bërë një anamnezë përpara një profesionisti, pra duke ardhur dikush tek unë për të bërë një anamnezë, për të njohur organizmin e vet, pra patologji që e ndjekin, nëse ka vuajtur apo jo nga një problem, nga ndonjë le të themi bakterie, virus, nëse merr medikamente apo jo, nëse ka një problem autoimun apo një patologji sot tash në vajzat e reja në pjesën më të madhe apo djem vuaj nga Hashimoto, nga tiroidja apo sëmundjet autoimune, pra duke njohur, duke bërë një anamnezë të personit dhe duke bërë regjimin ushqimor shumë të këndshëm. Unë preferoj atë me 5 vakte ku vaktet janë të shpeshta dhe të shëndetshme, natyrisht duke plotësuar deficiencat që shkaktojnë mungesa e një ushqimi ose ngrënia me tepëri një ushqimi të procesuar. Është më mirë të bëjmë dietë apo aktivitete fizike të bëjmë? Atëherë, pyetja është, le të themi, jo shumë profesionale nga ana ime, le të themi, sepse ushqimi ka rreth 80%, le të themi, bazën e një jete të shëndetshme. Por pa aktivitet fizik, pa menaxhim të stresit, pa një gjumë cilësor, pa pasjen afër të njerëzve pozitiv siç jeni edhe ju vet, natyrisht ne nuk kemi bërë një zgjidhje të stilit tonë të jetesës. Stili jonë i jetesës është shumë i rëndësishëm dhe të gjitha hallkat janë shumë të rëndësishme. Natyrisht duke shmangur ndotjen e ambientit, le të themi rrezatimet e shumta, këto të cilat ndikojnë patjetër në shëndetin tonë, por regjimi ushqimor i shëndetshëm, aktiviteti fizik, menaxhimi i stresit janë baza e një jete të shëndetshme. Çfarë këshilloni për dobësim? Jemi në stinën e verës, ku gabimet që janë bërë gjatë stinës së dimrit dalin më në kam. Pra fillojmë me zhvishemi edhe duket mipesha, obeziteti, celuliti, stria, ana le të themi estetike më shumë në këtë periudhë që ne zhvishemi. Dhe të gjithë preferojmë që të dukemi sa më mirë me rrobët e banjës. Edhe bëjmë ato gjërat ekstreme. Dieta shumë të rreta, aktivitet fizik shumë të fuqishëm, trajtime dobësimi, pirjen, konsumimin e çajrave apo medikamenteve të cilat le të themi premtojnë dobësim. Tash më kanë dalë edhe gjilpëret e famshme të cilat përsëri të dobësojnë. Të gjitha këto së bashku kujtohemi në momentet që jemi përpara dukjes në plazh. Kjo është e gabuar, sepse jeta është në
365 ditë dhe jo në 15 ditë të plazhit. Kështu që unë mendoj që një ushqyerje dhe një stilje jetese i shëndetshëm gjatë gjithë vitit, patjetër që duhet na shoqërojë gjatë gjithë jetës tonë. A thua, a ndikon stresi edhe në peshë? Shumica njerëzve thonë më kanë hyp stresi edhe unë kam marrë peshë. Studimet e shumta kanë treguar që kortizoli është një ndër faktorët kryesorë të shtimit të peshës. Dhe hormoni që rritet me stresin dhe me shqetësimet që ne kemi të vazhdueshme le të themi, është kortizoli. Kështu që ne duhet ta menaxhojmë stresin në mënyrën më të mirë të mundshme. Kuptohet, gjëja e parë që ne bëjmë është të zgjidhim me ato njerëz që na rinë afër, sepse ato janë bazë le të themi e rritjes së nivelit të stresit. Ne dim që stresi tashmë shkakton dhe njësor sëmundjesh, ndoshta edhe të pashërueshme, siç është kanceri. Kështu që edhe mbi pesha është një ndër patologjitë e cila ka një lidhje të ngushëllisishme me stresin. Për të shmangur këtë, kuptohet, është shumë e rëndësishme që të merremi me sa më shumë sport, sidomos le të themi me yoga, meditimet, me shëtitje në ajër të pastër, ecjet në biçikletë, noti, janë alternativa të shkëlqyera që të ndihmojnë për të larguar stresin. Kërcimi, kënga, muzika janë përsëri dy elemente bashkëqyrëse shumë të mira dhe natyrisht e thash më parë të jemi selektiv në mbajtjen afër të njerëzve që durojnë vetëm dashuri, pozitivitet, të durojnë fjalë të mira, të ndihmojnë në momentet kur jeni në vështirësi, këta njerëz duhet i mbajmë afër, pra duhet jemi selektiv. Cili është ushqimi më i nënvlerësuar? Ushqimi më i nënvlerësuar që ka vlera të jashtëzakonshme, le të themi. Fasulet, bishtajoret, mashurkat, bizelet, por gjithashtu edhe farrat, arrat, bajamet dhe kthit për menaxhimin e stresit janë të jashtëzakonshme. Po fasulet të cilat kanë proteina bimore, dhe ne kemi nevojë për pak muskuj, le të themi, por duhet penalizuar ndoshta pak mishra të cilët mund të jenë të trajtuar me hormone të ndryshme, le të themi që bishtajoret dhe arroret janë dy grupimet më të shkëlqyera, le të themi për shëndetin tonë. Çfarë ushqimi duhet të shmangemi që mos t'i ham ato ushqime që mos marrim peshë? Ne duhet jemi sa më afër natyrës, që thotë jo vetëm ushqimet e shëndetshme që njihen botërisht, janë ushqimet sa më pak të procesuara dhe të përpunuara, por edhe mënyra e gatimit është shumë e rëndësishme, që do të thotë ne duhet të fokusohemi në ushqime të shëndetshme që janë frutat dhe perimet patjetër, por dritrat integral përsëri janë i burimi i shkëlqyer i vitaminave B kompleks, duke vazhduar me mishin dhe peshkun të cilët janë burim proteinik shumë i mirë, veza po ashtu. Lakërishtet përsëri janë një grupim shumë i mirë ushqimesh, dhe çfarë duhet të shmangim në mënyrë kategorike. Të gjitha pijet e gazuara, pijet energjike, pijet me ngjyrosës janë shumë të dëmshëm. Fast foodet, ushqimet e procesuara, mishrat e procesuar, patjetër që janë shumë të dëmshëm. Po kështu, dritrat e procesuara, edhe këto janë burim me karbohidratësh, burim me kalorish, të cilat nuk të ofrojnë vlera ushqyese për vetëm kalori boshe, duke vazhduar me yndyrnat e ngopura dhe me varrat e hidrogenizuar, për të përfunduar le të themi me ushqimet ultra të procesuara që mund të shfaqen, mund të jenë rëndom le të themi në një pjesë të mirë të restoranteve dhe të vendeve ku na ofrojnë ushqim. Kam raste këto shumë njerëz që janë kthy në ushqimet vegetariane dhe dua një sugjerim nga ju. Shumica më thonë se ushqim vegetarian unë ha sa të mundem. A duhet të ketë një limit edhe aty për me hangër, apo mund të hash sa të duash edhe mos të ndikon në peshë që të rikthehet pesha prapë? E thashë më përpara në të gjithë jemi unik, që do thotë, unë njoh edhe njerëz të cilët hanë fast food gjithë ditën, edhe përsëri janë në formë perfekte. Por në duke janë në formë perfekte, pra mund të kenë një peshë trupore të rregullt, por brenda në organizëm, unë jam e sigurt që po zhvillojë një tumor, një kancer, një sëmundje tjetër, një patologji tjetër. Kështu që ana e jashtme jo gjithmonë është ajo e duhura, gjithmonë edhe mund të gënjejë. Ndërsa në rastin kur ju po thonit për dietën vegetariane,
Unë kam pasur fantin që në Harvard Medical School të studioj plant-based diet, dietën plant-based diet, ku emrat më të famshëm botëror janë fokusuar drejt studimit të benefiteve që ka dieta plant-based diet. Dr. Michael Greger, që është presidenti i Nutrition Fact, por gjithashtu Dean Ornish dhe një sër legjendash të le të themi plant-based diet që kanë shumë qansje në të regjim ushqimor. Dhe kuptohet që ne kur japim vlerat ushqyese të një produkti e japim për 100 gram porcion. Kuptohet, nëse ti do hash 2 kg fruta në një vakt, nuk është shumë e shëndetshme. S'është as pak biles e shëndetshme, sepse edhe fruktoza mund të jetë e dëmshme për organizmin. Por i thashë më përpara, jo çdo trup reagon një lloj në drejt një qansje. Kështu që kjo është individuale. Zonja Nina, është një gjë që ka njerëz ka një peshë shumë të madhe. Edhe kur ata për një kohë të shkurt hupin, mund të them deri në 100 kg, mund të them për 4-5 muaj. A mund të ndodhet ndonjë dëm në trup ose në shëndet kur hupin ata njerëz shumë shpejt për një kohë shumë të shkurt? Një person që të humbi 1 kilogram duhet të djegë diku 7.700 kalori. Por nëse ky person, sepse varet se si humb të peshë, natyrisht regjimi ushqimor është ai që do të bënte që të humbiste peshë. Dhe për të krijuar një rënje, një humbje peshe rreth 20 kg në muaj, siç e thatë ju për 4-5 muaj të humbësh 100 kg, më duket absurde domethënë, por sepse as në operacion nuk mund të arrish të humbje peshe kaq të madhe. Po unë kam parë për shembull pacientë të cilët kanë bërë ngushtimin e stomakut dhe natyrisht 3-4 muajt e parë janë ushqyer vetëm me supë. Edhe gjëja që unë kam thënë është përse bëre gjithë të ndërhyrja, u vuten anestezi, harxove gjithë të lek në fund fare, edhe ti ke konsumuar supë, po t'ishte kështu, mjafton që ti vësh vetes një pikë dhe të hash supë 3 muaj dhe do humbasësh pesh pa të bërë gjithë të ndërhyrje të tmerrshme në organizëm. Por unë mendoj që këta persona të cilët kërkojnë një humbje të shpeshtë, patjetër që i bëjnë dëm organizmit. Veshka është mësuar që të filtroj për një trup 200 kg, zemra është mësuar që të punoj për një trup 200 kg, dhe në momentin që ti e përgjysmon këtë peshë brenda një kohe shumë të shkurtër, kuptohet është një shok dhe për organet e brendshme të këtij personi. Kështu që nuk besoj se është e shëndetshme çfarëdo gjëje të bëj. Qoftë të bëj sport shumë fuqishëm, dieta shumë ekstreme, të bëj ndërhyrje, të gjitha ato do të ishin një shok për gjithë organet. Unë mendoj që një rënje graduale do të ishte diku 5-6 kg në muaj, gjithmonë flasim kur kemi një dietë, kur po ndjekim një regjim ushqimor, në mënyrë që mos krijojmë deficienca të vitaminave, mineraleve dhe të proteinave, ymbyrnave dhe të karbohidrateve që organizmi nevojitet në përditshmëri. Kështu që rënja duhet të jetë graduale dhe e ëmbël le të jetë për organet më shumë. Antare juris çmive ndërkombëtare, Steve Awards. Nga 2009 deri në 2025. Wow, kjo është me të vërtet një privilegj, vetë të numërosh vitet e jo të kesh kaq shumë. Na trego lutem. Edhe ta imagjinoj që kur shikoj që në duart e mia më vin biznese që unë duhet të lexoj gjithçka rreth biznesit, natyrisht, dhe të vlerësoj me aq pikë sa duhet për ta bërë atë fitues të këtij çmimi apo jo. Është një përgjegjësi shumë e madhe sepse kam hasur brende të jashtëzakonshme botërore dhe natyrisht të jesh pjesë të një antare jurie e një eventi kaq të madh që është Steve Awards, patjetër që është një nder shumë i madh i imi. Unë jam të thash jam natyrë zhvilluese pak edhe kam kontaktuar me ta, kam dërguar të gjitha të dhënat e mia, certifikimet e mia dhe natyrisht jam përzgjedhur si një pjesë jurisë të Steve Awards, edhe kam qenë shumë e lumtur që jam përpjekur të bëj një vlerësim
të duhur, të paktën duke lexuar çdo detaj të biznesit që më është ofruar për të vlerësuar. Dalmi të botimet me 22 maj në 2019 shpallet nga globalwoman.com si figurë e shqiptare në kategorinë Global Woman Aspiration Awards finalist. Wow! Kjo është një mrekulli prapë. Janë shumë. Edhe nga Albanian Excellence, të kanë një libër që është zonjat shqiptare në New York, edhe natyrisht ka shqiptare pafund të cilat janë vërtet shumë të zonjat dhe shumë të vlerësuara. Ne si komb jemi komb të cilët përpiqemi që të studiojmë, të bëhemi dikush në jetë. Dhe jo pak janë emrat e famshëm botëror ku kanë bërë përpjekje të jashtëzakonshme për të ndriçuar në gjithë botën. Ju e dini, ju vetë jeni një ndër fajsuesit shqiptar që keni sot mbani një emër gazetarisht shumë të njohur, por natyrisht edhe jeni imazh i një televizioni që është ëndër, le të themi, për një shqiptar që të jetë pjesë e televizioneve botërore dhe jo vetëm të jesh në Amerikë, në superfiqinë më të madhe botërore, natyrisht është diçka shumë e mirë, le të themi. Kështu që ne punojmë shumë fort, edhe ju po ashtu, për të bërë këtë emër, për të gjetur këtë vend, një vend pune të tillë. Natyrisht ka shumë bryla, ka shumë njerëz të cilët do ta donin atë vend, por që në fund fiton ai që është më profesionalist, më i zoti, ai që i përkushtohet punës, ai që do punën, edhe që natyrisht jep më të mirën e vetes për punën që ka. Me të vërtet është një kënaqësi se me të vërtet sukseset e juaja neve na mbajnë gjallë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është kënaqësi jonja që ti promovojnë njerëzit që me të vërtet kanë arritur dhe kanë punuar për shumë vite. Edhe një gjë po me të vërtet jam manitur kur kam parë mbi 100 emisione ke bërë në televizione. Këshillet e tuaja janë brillante që njerëzit duan t'i ndëgjojnë dhe të këshillohen. Kështu që sa është e lodhshme ai rrugtim të shkosh me një emision, është me të vërtet një nga si thuhet një siklet vjen në trup se si të ta bëj, por të bësh qindra dhe të jesh, si thuhet në anglisht, open mind, të jesh mendja hapur dhe të jesh pranë publikut dhe publikut të dojnë shumë. Si arriti këto ti bash? Të them të drejtën, vërtet emisionet janë shumë të lodhshme, sidomos për ne femrat, se ju meshkut e keni shumë më të thjeshtë, por ne femrat që na duhet të rregullohemi, do të thënë një grua ka një punë të jashtëzakonshme shumë të vështirë. Duhet të jetë një nënë shumë e mirë, duhet të jetë një grua shumë e mirë, duhet të jetë një shtëpi shumë të pastër, shumë të bukur, të jetë e kuruar ajo vetë, të jetë një profesioniste shumë e mirë dhe janë shumë gjëra në një person të vetën. Kështu që e tash më parë mua më duhet shumë kohë, shumë kohë normalisht për të shkuar në një emision. Të jam në 3 emisione. Dhe nuk është e lehtë, le të themi, aq më tepër për moshën që unë nuk jam më 20 vjeçë, e vajza plot energji. Kuptohet që mosha nga rkesa bëjnë gjërat e veta, megjithatë nuk them kur jo. Dhe problemi është që natyrisht në temat që ti do trajtosh, duhet të jesh e updateuar tash me shkencë, sepse shkenca e nutricionit dhe edhe medicinë është një shkencë në zhvillim, që çdo ditë zhvillohet, çdo ditë dalin studime të reja, dalin gjëra të reja, gjëra krejtësisht ndryshe. Jo më kohë para pak disa muajsh u përmbys e gjithë piramida ushqimore. Edhe pse më shumë kishte, le të themi, fjalë se sa një përmbysje e vërtetë e piramidës ushqimore. Sepse në fund fare, te piramida e re, si te piramida e vjetër, askush nuk kishte thënë që duhej të konsumoshin ushqimet e procesuara, të përpunuara, ushqimet me sheqerna të tepërta, dhe pak a shumë në atë vorbull ishin, thjesht ishte përmbysje përqindjesh tipu proteinat pak më shumë se karbohidratet. Pra, është një shkencë në zhvillim, dhe ti duhet të jesh gjithmonë i updateuar me gjërat e fundit. Problemi tjetër është se ti kur shkon në televizione, jo të gjitha televizionet kanë luksin të nxjerrin
intervistën ashtu të plot siç e ke dhënë ti. Dhe të japin thelbin e asaj gjëje që ti ke dashur të thuash ose e ke thënë në emision. Por titujt janë bombastik, pra shokuese, alarmante, ndodhi kjo gjë kështu. Dhe të gjitha bëjnë për klikime, për like, dhe kjo është një përballje tjetër e vështirë, jo vetëm asaj që ti je pas një monitori, flet, jep këshilla dhe i ke shërbyer shumë personave, por ajo që ndodh, le të themi më e keqja, është që ti duhet të jesh shumë i kujdesshëm në atë çfarë flet, sepse një prerje e vogël, një coptim i vogël, jo shumë, le të themi profesionalist, në i asaj çfarë ti ke thënë, mund të bëhet një bumerang i tmerrshëm, me komente ofenduese, negative, me njerëz të cilët as nuk përtojnë të dëgjojnë atë çfarë ti ke thënë, përtojnë të shikojnë ndoshta ta kuptojnë thelbin e asaj gjës, por thjesht marrin një titull bombastik që dikush që punon në mediat sociale, në YouTube apo ka vendosur t'i bërë një titull për ta bërë intrigues lajmin dhe natyrisht për të përfituar klikime dhe like dhe e ka transformuar, le të themi, po ta dëgjosh videoja nuk ka lidhje fare ndoshta me titullin shokues që është bërë, por ti bësh pre e atij titulli dhe mund të marrësh një bum, le të themi, komentesh negative që unë të them të drejtën duke qenë si natyrë shumë e ndjeshme, shumë sensibël, shumë korrekte dhe shumë strikte në gjërat që unë them. Jam një natyrë që e ndjej këtë gjë dhe më vjen keq kur mund të bësh pa dashur ndoshta objekti një komenti negativ dhe një personi, pa megjithatë në përgjithësi le të themi, kam pasur komente pozitive shumë dhe njerëzit kur më ndalojnë shumë shpesh më thonë bravo, se je shumë strikte. Nuk kam rekomanduar, nuk kam pranuar kur për shuma ekstremisht shumë të mëdha që më janë ofruar të propagandoj ose të reklamoj një produkt i cili është i dëmshëm ndoshta për dikë. Gjë që kolegët e mia kanë bërë, le të themi, kanë bërë reklamime të le të themi pijeve energjike, të ushqimeve të cilat nuk kanë qenë shumë të shëndetshme. Unë nuk kam pranuar kur të bëj kompromis me pagesat përpara një produkti të dëmshëm. Natyrisht, imazhi im duke qenë një imazh i klikuar goxha, është përdorur në mënyrë të padrejtë ndoshta nga portale të ndryshme të cilave nuk arrin të gjesh as se ku janë, ndoshta as se çfarë bëjnë, duke shitur produkte sikur i kam reklamuar apo i kam ofruar unë. Dhe në fakt nuk kam qenë unë. Unë kam dy faqet e mia si në Instagram, si në Facebook, të cilat janë të verifikuara dhe vetëm nga aty lajmi është i dhënë nga Anila. Në vende tjera natyrisht nuk jam unë. E përmendet atë më nuk jam 20 vjeçare. Unë do të them kështu, ti nuk je 20 vjeçare, nga ruajtja e shëndetit të juaj, nga energjia pozitive juaj, ju dukeni 25 vjeçare tani. Kështu që si do të jenë projektet në të ardhmen juaj? Unë e tash më parë nuk jam natyrë që ndaloj. Jam gjithmonë në përpjekje dhe në vazhdimsi. Në Amerikën Latine jam pedagoge e nutricionit. Jap leksione online her pas here për persona të cilët certifikohen në lifestyle medicine dhe natyrisht shqimet e shto viti kam një 3 vite ndoshta pa ardhur në Amerikë dhe çmimin e fundit që më është ofruar për në Los Angeles, të shpresoj që vitin tjetër nga marsi do të jem në Amerikë përsëri për një çmim. Certifikimet e pjesëmarrja dhe certifikimet e konferenca patjetër që nuk më mungon asnjëherë. Kështu që nëse nuk mund të jem fizikisht në një konferencë online, padyshim që nuk mungoj kur. Kjo është, le të themi, pjesëmarrja, qenia aktive her pas here në të gjitha mediat, në të gjitha eventet e famshme, patjetër që. Ku mund t'ju gjej njerëzit që kanë nevojë për këshilla të shëndetit, drejtohen në faqen e Facebookut tënd apo të Instagramit të juaj? Si tek Instagrami, tek LinkedIn, tek Facebooku im, të gjitha këto faqe që janë të verifikuara, pra, sepse kanë hapur njerëz me emrin tim pafund.
në faqet e verifikuara mund të më gjejnë dhe unë natyrisht çdo ditë jap këshilla falas për lifestyle medicinë, për si të parandalojmë sëmundje dhe patologji të ndryshme, si të kurojmë ato, si ndjekim në vazhdimsi. Patjetër është mund të më gjejnë. Nëse nuk jam disponibël, ndoshta se jam në këtë moment që po jap një intervistë, pas disa minutash, patjetër që do të jam prezente. Nëse kam anashkaluar diçka pa ju pyetur, ju lutem, ma tregoni se me të vërtetë është një kënaqësi imja dhe kënaqësi për shikuesit tanë që të ndëgjojnë për suksesin dhe rrugtimin tanë të bukur që keni kaluar dhe po kaloni tani. Intervista në fakt ishte gjithë përfshirëse edhe shumë e këndshme. Minutat kaluan shumë shpejt, por unë nuk raten mi do doja që të kisha dhe ata dy prindrit e mi të jashtëzakonshëm, të cilët vërtet janë figura shumë të njohura dhe ke çfarë mëson nga ata dy persona. Janë në një moshë të thyrë, po edhe ato nuk duken fare. Babai është 80 vjeç, po është një shumë i ri, mamaja po ashtu është fantastike. Janë njerëz që bëjnë shumë sport edhe në këtë kohë. Janë njerëz shumë shëndetshëm, janë njerëz të cilët japin energji shumë pozitive, dhurojnë energji pozitive dhe po të shikosh janë bomba le të themi edhe ata në faqet e tyre, me shumë ndjekës, me shumë komente dhe mesazhe shumë pozitive dhe po të kisha në krahun tim do të isha shumë e nderuar dhe respektuar sepse do ishim familja Kalleshi shumë e fuqishme, me një shenjë pozitiviteti, dashamirësie dhe me këshilla shumë të vlefshme për njerëzit. Për mua do të ishte një kënaqësi më e madhe që t'i kam ata prezente dhe besoj që do të vijë koha ose do t'i marrë ose do të vim direkt në Shqipëri dhe do t'i marrim në live atje. Kjo do të jetë një kënaqësi ime e madhe që me qenë se kam qenë edhe atje. Kështu që Nila, unë të përgëzoj për këtë punën e juaj, këtë pasionin e juaj, këtë suksesin e juaj që keni bërë edhe po bëni për shumë vite dhe me të vërtetë është një kënaqësi e madhe imja këtu që njerëzit tanë që punojnë shqiptarët tonë. Duhet ju them faleminderit me këto media tona që janë shfaqur përmes kompjuterit, internetit që njerëzit tanë, shqiptarët tanë, sukseset e tyre nuk po humbin vetëm se po shkëlqejnë, po ndëgjojnë anë mban cep të botës. Kështu që unë të falenderoj shumë për kohën, të falenderoj shumë që ke gjetë kohë, se e di që keni angazhime të mëdha, po jam mirënjohës i madh shumë. Edhe për mua ishte shumë kënaqësi, jam shumë e lumtur që isha pjesës e le të themi ndoshta emisioneve pafund që mund të keni ju. Natyrisht me personazhe shumë të njohur, personazhe të cilët janë përkushtuar punës, kanë dhënë maksimumin nga jeta e tyre, asaj fushë që ato kanë zgjedhur dhe ndihem shumë e privilegjuar që zëri im tashmë nëpërmjet jush shkoi edhe në Amerikë, sikur të ishte aty. Jam shumë e lumtur dhe jam shumë mirënjohës. Pra, të nderuar shikues dhe dëgjues kudo që jeni në mban botës, është kënaqësi e jonja që me të vërtet njerëzit e suksesshëm t'i kem pranë ekranit ton tu në televizionin Noli TV në kanalin 39 dhe në Mimi TV në kanalin 249 ku shikohet anë mban botës në 24 orë 7. Mirëmbëjtje deri në emisionet e radhës me Noli Show Noli TV.